Dhe tani të lutem shumë, Juli, di ku do shkojmë? Ku do shkojmë? Do shkojmë. Për një gjë është e sigurt që rrogat nuk u nxjerrin para kohë, edhe trafiku nuk u alirojmë, por të paktën mundohemi që t'u zbukurojmë. Si u zbukurojmë, e dini ju. Dhe i batut çoç themi, edhe ju çoç qeshni. Fix. Okej, DJ Vini, të lutem na ço tek fleshi informativ I orës fix, shkurt e gjysmë. Top. Fare. Vjen zbulimi që çorienton rrotullën e historisë. Arkeologët zbulojnë vendin që vërteton se paraardhësit tan krijuan një lloj çakmaku prej gurësh 350.000 vite para se ça mendohej deri tani. Po edhe ajo konga ke çakmak goxha, ke çakmak është këduar që atëherë, po ky versioni që kemi dëgjuar ne është remake. Po ç'na hapni punë kot me këto studime, zbulime, man se na morët qaf. Të rrim, të I kthehemi edhe një herë shkollës, të mësojmë historinë, gjithë jetën vram trurin kush e shpiku zjarrin. Tani ta ndryshojmë, kush e shpiku çakmakun, sikur kemi shkuar në muzikë tamam. Ore kurioz jam të di ai që e shpiku, a vjedh te çakmak, siç vjedhin duan xhin sot apo? Un jam akoma më kurioz të di ai do që shamin e beqarit. Ore a thon merrte flak për I fjalë goja I çakmaku apo jo? Imagjino tani, ai që e ka shpik, për tregu se ça shpiku, për të bërë kashillëke, për çit mend tjerë ja ka dhënë ndonjëri dorë, ka thonë maje po. Manizi çik. Saljani flet pas mbledhjes së kryesisë së PD. Pati protest ndaj demokratëve të pakënaqur. Kjo është perl me këta, nuk e di domethënë. Tentojnë të bëjnë protest kundër qeverisë se paqes po jesë, kështu që ç'a bëjnë? I fuzën në protest brenda partisë kundër njëri tjetrit. Rëcikat bëjmë. Perë lo burr. Ish presidenti Ilir Meta nuk I lën rrush në qeli nga frika se bën raki. Dhe po e bëri raki fillon mermalët pastaj. Majët tona më të larta, ujrat tona më të kaltra. Hej. Si len rrush se bën raki. I shkret edhe kumblla. Kujdes, mana thana bën. Lule shtrydhe, bo. 12 euro për t'i prekur gjoksin. Taks, gjo. Taks dashurie dhe rregulla të reja për balkonin e Julietët. Balkoni jo për balkonin. Në kuptimin e dy. Se je tinzar ti Joli. Për balkonin, se ke parasysh Romeo e Julieta me balkon. E morë të shakaju kur thonim dashuria do lekore. Kësa I thon Shakespeare rrotullohet varë, Romeo pret biletat e Julieta numron lekët. E ka këtu në bizines. Bravo. 22 vjeçarja pushohet nga puna se shkonte çdo ditë 40 minuta përpara orarit. Kemi një shprehje të bukur e shqiptarit për njerëz të tillë. Qeni punës. Ece merre vesh. Brigjet e lumit Kir mbushen me mbetje. Qytetarët e papërgjegjshëm e kthejnë në një landfill. Kuptojnë që problemi s'është mungesa e koshave, por te koka e njerëzve. Dikush duhet t'ju shpjegojë njerëzve që hedhja e lirë nuk është sport kombëtar, ore, migo. Lumi Kir nga ana tjetër. Ëndra ime ishte të isha një lum, por këta më bën kosh. Po. Edhe ëndra e rrushit ishte piqet se pa njeri. Princi I kurorës Arabisë Saudite trondit Spanjën 10 miliard euro për të blerë Barcelonën. Jemi përballë dy problemeve, koleg. 1. Barça në krizë financiare dhe 2. Arabët në krizë ku do t'i shpenzojmë lekët. Të shkretët. Këta të Arabisë kanë hall kokësh. Se të kesh edhe të mos dish ku ti çosh. Se është keq si puna jo që si kemi edhe se vrasi mendin. Imagjino çfarë bëjnë ata. Hajt se po I harxoj. Po ku ti harxoj? Pra, ndjeni të migërkuar, si të mësoni të thoni jo më lehtë. Po se aq e lehtë është, se njerëz po zgjidhim dot t'ju themi jo familjarëve, jo më të dalësh ne ti thush shefit jo kur të kërkon 150 punë të tjera që s'takojnë ty. Normal që jo do t'i thush, ç'do t'i thush? Po. Apo rush. Tirana ka rënë zyrtarisht. Dabulla thot fjalën e fundit. Nuk ka shpëtim. O bo Tirana me gjanona. Tash mos e kishe shkruajt gabim, dabulle, thoj daullje çfarë? Jo, dabulla, se ma men dabullën. Po, e mbajmën. Më shumë seks, por çike këto lajme ti. Lajme hallasoja, por më dëgjoj. Më shumë seks, por dhe probleme ekonomike. Censi Censusi, po, më I ri për jetesën e italianëve. Ore, di gjë si merret kjo përmes di sojourner në Itali, kot se pyes për një tafër. Vini di gjë ti? Të vëm të aplikojmë atje te ambasada italiane.
Është kështu më lej qëndrimeve përmes disa xhorna, s'ke pa filma ti apo. Fesita është i të kalamojve mbrapa për në makinë. Jo. Sergjelina. Zot bjerë ma. Aty do rri edhe unë kolegjot e Sergjelina tek lajmi. Por tek një studim tjetër me titull bombastik. Po. Shokon studimi, meshkujt 25 vjeçar nuk e duan më seksin. Duan lek, followersa dhe pushime. Brezi i ri ka po ndryshime, ka zëvendësu seksi me model makine. Po vetë të shprehen kuksi i ri ka po ndryshime, ka po treni rrug makine. Zoti ma, se kisha lexuar këtë vrata qesha. Jo, se mos po njerëzit këta vetë bëjnë vetë qesh. Aktori i famshëm Dick Van Dyke mbush 100 vjeç, ke parasysh? Dhe më njëherë në një intervistë rrëfen sekretin e jetëgjatësisë. Sekreti nuk është të jetosh 100 vjeç, sekreti është të jetosh 100 vjet me këtë emër. Shtoj më tej Dick Van Dyke. E di atë Barsaletën me atë burrin. Shkoj, është një xhaxh shumë i moshur. Si Salsano tani. Jo më burrin. Vetë, të faktë nuk kam flok. Ai ka para. Sabiani diku. Ishte ky xhaja edhe i vetë një njeri edhe i thotë xhaxhi cili është sekreti i jetëgjatësisë. Edhe ky bishte 90 sa vjeç. Unë që një ri kam shkuar me një burr. Po jo me xhaxhi jo për jetëgjatësinë. Kështu, fruta haperime për sa duhet. Xhaja është kështu që kontrollon i veshët ndonjëherë. Ukrainë, Zelenski i gatshëm për zgjedhje, por me kushte. Kushti i parë është që fitoj unë. Kushtet e tjera s'ka ndërzi, i zgjedhim. Po, patjetër që do t'i zgjidhim. Kryeministra italiane Giorgia Meloni ka vendosur të nxjerrë në ankan dhuratat e marra nga lider të huaj gjatë vizitave zyrtare jashtë vendit. Ndër dhuratat që do të shiten është edhe shalli që i dhuroi kryeministri shqiptar Edi Rama për ditëlindjen e saj të 48. Meloni me teste me drezea 5.000 lek shalli sot migra. Rusia i shkruan presidentit serb gjatë vizitës në Bashkimin Evropian, ndërkohë që Vučić përmend Elbasanin në Bruksel. Ç'a tha? Shumë trafik brenda sheshe ladha. Hare se s'potallem. Se bëj shaka më ka thënë, ona fuzin bëhe, ona qonin Elbasan tam na i bugaçela. Si Vučić, rritur afër metalurgjikut. Australia ndalon përdorimin e rrjeteve sociale. Adoleshentët gjejnë mënyra rikthimi, hapin llogarime imazhe të gjeneruara nga inteligjenca artificiale. Kali Trojës version teknologjia. T'ia fuzësh internetit me internet. 2 kablo prije. Maybe. Fituesja e Nobelit për paqen 2023, Narges Mohammadi, arrestohet me dhunë në Iran. Paqja është e bukur për sa kohë rrit burg, kanë filluar të thotë regjimi atje. Protestuesit hedhin krem pasqyrie mbi xhevairët e kurorës, mbyllet kulla e Londrës, 4 të arrestuar. Më në fund diçka e ëmbël në politikën britanike. Kjo ishte perl. Bravo ju qof. Ndalimi i rrjeteve sociale në Australi, fëmijët janë në panik. Mbanere, mbyll një herë dhe këtu e na ktheni atë kohën. O vlla, hapi çik 7.500 lekë. Se më kalon kam në Facebook-un hapur. Renditja e UEFA-s, Italia parakalon Spanjën. Tani duhet paguaj gjobën se e ka kap radari. Italiano, vazhdo me përmes o disa gjorë në ti. Edhe në fund, brazilian në gjak, por shqiptar në zemër. Silvinho beson të kualifikimi në botror. Forca jon është bindja të lojtarët. Në janar nisim punën. Po mirë gjeni, në janar nisë punën, deri atëherë rroga del ha edhe vitin e ri, pastaj futin ai top fare. Top fare. Unë thash pse është vini kaq serioz, është 47, jemi 2 minuta me orë. Vini na fal. Ikim publicitet, rikthehemi sërish vetëm pas pak.